t'ja leje komisari, t'ja leje kryefjala, ti e buka, ti e ajri, ti e drita, ti e kënga, ti e gjiri brenda gjirit, ti e malli, ti e brenga, ti e syri brenda syri, ti e dashuria ime rënje ëndrës time je, ti e sofra që nuk shkelet, krye dielli atë dhe. Ti e guri ku ka gdhendur gjithë kujtesën historia, ti e djeti ku ka hedhur shtatin shqipe, shqiptaria. Ti e pasuria ime, trashëgimi e pashteshme, ti e krenaria ime në një emër të pavdekshëm. Mu në maj të universit, s'dua them Floriar, dua vetëm që të roj e të vdes si shqiptar. Mirëmbrëma Sevasteri! Urojmë që së bashku të kalojmë një mbrëmje të bukur dhe të këndshme. Le të mbetet kjo një mbrëmje e paharruar për të gjithë ju. Por mbi të gjitha një mesazh shumë i rëndësishëm për brezat e rinj. Pikërisht, ky takim e ka emrin Takim Brezash, që njerëzit të njohin njëri tjetrin dhe fëmijët tuaj të takohen jo vetëm me vendlindjen, por me vëllezërit e gjakut të tyre. Është një kënaqësi dhe një nder i veçantë që mëson të këtu në këtë skenë përballë njerëzve të këtij vendi. Dua ta nis këtë mbrëmje me një falënderim të sinqert për organizatorët e festës së Sevasterit, të cilët më besuan për që sonte moderatorja e kësaj mbrëmje. E vlerësoj këtë besim jo thjesht si një vlerësim profesional, por si një nder që më është bërë për të qenë pjesë e një nate që i kushtohet një vendi me histori, kulturë dhe njerëz që kanë ditur të ruajnë lidhjen me të. Të moderosh një festë të tillë do të thotë kesh në dorë jo vetëm mikrofonin, por edhe përgjegjësinë për të përcjellë me fjalë atë që ky komunitet ka dashur të thotë përmes kësaj mbrëmje. Ka vende që historia i shkruan në libra dhe ka vende që historinë e mbajnë të gjallë në kujtesën e njerëzve. Sevasteri është një prej tyre, një treve labëris ku kultura nuk ka qenë kurrë dekor, por pjesë e vetë jetës, ku kënga, fjala, zakoni, mikpritja dhe mënyra e të jetuarit janë përcjellë brez pas brezi, duke krijuar një identitet. Në këtë hapësirë të labërisë, historia nuk gjendet vetëm në dokumenta, ajo gjendet tek njerëzit, në rrëfimet e të parëve, në këngët që janë kënduar, në gëzime e në ditë të vështira, në sofrat ku janë mbledhur familjet, në vallet që kanë marrë jetë nga brezi në brez, ku Sevasteri është një prej atyre vendeve ku largësia nuk e ka fituar dot betejën me kujtesën. Shumë prej njerëzve të tij janë larguar për të ndërtuar jetën e tyre, por largimi nuk e ka fshirë vetëlindjen, sepse ka vende prej të cilave mund të largohesh, por që nuk largohen dot prej teje. Dhe sonte jemi këtu pikërisht për këtë, për të mbledhur rreth asaj që na lidh, për të dëgjuar këngën e kësaj treve, për të parë të rinj që marrin në duar atë që është besuar nga të parët, dhe për të kuptuar se një kulturë nuk jeton sepse ruhet në një arkiv. Jeton kur dikush e merr, e ndihen si të vetën dhe e përcjell më tej. Sonte Sevasteri nuk do ta tregoj vetëm çfarë ka qenë, do ta tregoj çfarë vazhdon të jetë. Dhe nuk ka mënyrë më të bukur për ta nisur këtë natë se sa me vajzat e shkollës që Ani Nuredini që ne i patëm në këtë skenë dhe bën hapjen e kësaj mbrëmje. Një duar trokitje fort për vajzat e shkollës së Sevasterit, sepse ato janë një nga përfitimet më të bukura të kësaj mbrëmje. Tradita nuk ka mbetur pas nesh, ajo është ende këtu në hapat e tyre, në vallen e tyre, në zërin e këtij brezi. Ti përshëndesim edhe një herë me një duar trokitje dhe përshëndesim Myrës Beshta, udhëheqën artistike të tyre, mësuesen Sonida Dragan, që përgatit këta fëmijë të mrekullueshëm sot. Shati mo Sevastero të kam bekimin e nënët, aty shpirti gjo në shorim, ilaç për plagët e zemrës. Historinë fleta mantja mbi kala, shkallët me gurë mbi Londin, shekuj të lanë gjurë më të mbi ta.
ashtu në madhështinë, si qerda në kurët e zallit, vjosa të jepë bukurinë, bekim nga kuror e malit. Malit ashtu në Një fest që i kushtohet një vendi duhet të nisë edhe me zërin e vetë vendit, me atë zë që përfaqëson komunitetin, njerëzit dhe shtëpitë që sonte kanë hapur dyert për të pritur të gjithë ata që janë kthyer në Sevaster. Kam nderin dhe kënaqësinë të ftoj në fjalën e mikpritjes dhe të hapjes të zotin e shtëpisë, kryeplakun e fshatit Sevaster, zotin Luhan Mahilaj. Në ndërëm argjithëve, faleminderit për pjesëmarrjen në këtë fest madhështore të Sevasterit dhe tërë Kullësit. Sevasteri ka qenë një fshat me tradita, me zë, për të gjitha cilësitë e tija. Themi data 12 gushti çdo viti të mbetet festa e Sevasterit. Ju faleminderit për pjesëmarrjen, të kalojmë një natë sa më të këndshme. Kënga Labe në Sevaster nuk ka qenë thjesht një formë artistike, ka qenë kujtesë, histori, dhimbje, gëzim dhe një nga shprehjet më të fuqishme të identitetit të kësaj treve. Përpjekjet për krijimin e një grupi të mirëfillt morën një zhvillim të ri pas viteve 90, ndërsa në vitet 2000 dhe 2002, Sevasteriot të shpërndarë në Vlorë e Mëgjër u bashkuan me një qëllim të përbashkët, të ringjallin dhe të përfaqësonin këngën e vendlindjes. Në atë periudhë u krijuan dy formacione, grupi i të rriturve dhe grupi i të rinjve, të cilët nisën me punë dhe përkushtim për mbledhjen dhe përpunimin e këngëve e vargjeve të traditës sevasteriote dhe kullësiote. Në këtë rrugtim dhanë kontributin e tyre dhe mësuesi Idai Lamaj për përzgjedhjen dhe përpunimin e teksteve dhe mësuesi Avdul Shehaj. Në përzgjedhjen e zërave, përvoja e figurave si Telo Shameti dhe Kastriot Kamberi, të cilit kishin dhënë kontribut edhe në vatrën e kulturës së Sevasterit, ndihmoi që grupi të rriturve të merrte përfaqësimin e parë të Sevasterit në Festivalin Folklorik Kombëtar të Gjirokastrës. Më pas dy formacionet u bashkuan dhe zërat më të mirë krijuan një grup të vetëm. Me mbështetjen e biznesit të kohës veçanërisht të vëllezërve Kamberi, grupi u konsolidua dhe zëri i Sevasterit mori jeon edhe përmes një videoklipi të realizuar për grupin, që prej asaj kohe grupi i këngës Labe të Sevasterit ka përfaqësuar densisht krahinën Kullës Greot në aktivitetet kulturore dhe në festivalet folklorike kombëtare, duke e përcjell këngën e kësaj treve në skena të rëndësishme. Por ajo që e bën të vërtet të rëndësishëm këtë grup nuk janë vetëm çmimet, është fakti se për më shumë se 2 dekada ai ka bashkuar burra, gra dhe të rinj rreth të njëjtit zë. Ka lidhur breza dhe ka mbajtur gjallë një trashëgimi që i përket gjithë krahinës. Grupi i këngës Labe të Sevasterit nuk ka ruajtur vetëm një këngë, ka ruajtur një identitet. Dhe sonte, ky zë është përsëri në shtëpinë e vet. Bëra një hapje të grupit Lab të Sevasterit edhe një duar trokitje për këtë performancë mrekullueshme. Tani kam nderin të ftoj në skenë zotin Xhemal Selami, një vend nuk përbëhet vetëm nga ajo që shohim. Ai jeton edhe përmes njerëzve që mbajnë kujtimet e tij, që kanë parë kohë të ndryshme dhe që e kanë ndjekur rrugtimin e këtij komuniteti dhe kanë ndërtuar historikun e tij duke lënë atë trashëgimi të dokumentuar në breza. Për një përshëndetje të veçantë në këtë mbrëmje, ftoj ish mësuesin, i cili ka rritur dhe ka edukuar breza dhe breza, zotin Xhemal Selamaj. Të nderuar pjesëmarrës, unë, Xhemal Selamaj, biri i këtij fshati të nderuar, përshëndes nga zemra të gjithë bijt e bijat e Sevasterit që kanë ardhur në këtë fest kaq të madhe. Është nder dhe privilegj i veçantë për mua që më jepet rasti të përshëndes të gjithë pjesëmarrësit që kanë mbushur sheshin plot. Kam punuar si edukator i brezit të ri në rrethin e Krujës, në shkollën ushtrimore, në qytet, në fshatin Paro, në Zeqe,
Laç, Kruj, Milot dhe përfundimisht Sevasteri sa dolën në pension në vitin 1990. Sevasteri, të dashur bashkëfratar, është rreth 40 km larg nga qyteti i Vlorës, por është konsideruar si një qytet në vete pasi ka pasur 350 shtëpi dhe rreth 2500 banor. Shumë sevasterë janë larguar në një kohë në kohën e Turqisë sepse luftoheshin për të ndryshuar fen, gjuhën dhe zakonin. E gjithë zona ka qenë të krishterë. Kjo duket nga disa emërcime që përdoren edhe sot e kësaj dite si qishat e toze, gropat e Kaurit, dyqani Kaurit. Në Sevaster, në vitin 1924, në tetor, pa u çliruar Shqipëria, u mblodh shoqata antifasciste e arsimtarëve për qarkun e Vlorës. Qëllimi i kësaj konference ishte hapja e shkollave dhe kushteve kundër analfabetizmit. Sevasteri si krahin përbëhet nga 7 fshatra. Sot në 12 gusht 2026, Sevasteri bashkon Breza për të njohur me njëri tjetrin, masi një kohë shumë të gjatë. Jam i lumtur që pas kaq shumë vitesh fshati Gumzin dhe ka ikë sonde. Të gjithë bashkëtarët tonë, ku do të ndodhen, i janë bashkuar kësaj nisme që festa e Sevasterit sot të jetë një takym i vërtet brezësh, një ditë gëzymi, një krenari për të gjithë sevasterës. Sot në këtë ditë gëzymi, të gjithë pjesëmarrësit e kësaj feste të madhe po buzëqeshim si asnjëherë tjetër në këtë fushë të mbushur plot tepër plot me kullësion, të ardhur nga brenda dhe nga jashtë Shqipërisë. Koha kalon, por kujtimet mbeten gjithmonë. Këto kujtime lënë gjurmë të pashlyeshme në rrjedhën e jetës. Është detyra jonë si të përcjellim këto kujtime brez pas brez. Kjo nismë e re është diçka shumë pozitive dhe shpresojmë dhe urojmë që rinia dhe ardhmja e saj të bëhet shembull dhe frymëzim për të gjithë brezat. Sevasteri ka ditur gjithmonë të përcjellë ndër breza traditën e këngës labe, polifonin dhe vallet tradicionale, shpirtin fisnik dhe dashurin për vendlindje. Kjo është pastoria jonë më e madhe për të rinjt të marrin në dorë amanetin e të parëve tanë dhe të çojnë më tej me krenari dhe dignitet. Të dashur bashkëtarë, Sevasterës, le të buqas këmbë labe dhe vallja në fshatin tonë Sevaster, të bëhet kjo fest e bashkimit të brezave në shembull për të treguar botës se si festojnë neve. Kaloshin sa më bunë, sonde, ju faleminderit. Faleminderit profesor. Dhe tani do të kalojmë tek një nga momentet më të rëndësishme të kësaj nate, vazhdimsinë e brezit. Sepse një tradit nuk matet vetëm me atë se sa bukur e kujtojmë të shkuarën, matet me atë se sa të rinj janë gati ta marrin atë në duar dhe ta çojnë përpara. Djemt e shkollës Qanin Nuredini janë pikërisht ky brez që nuk vinë vetëm për të dëgjuar këngën e të parëve, por për ta bërë atë pjesë të zërit vet. Ata janë pasuesit dhe trashëguesit e këngës labe, dhe prania e tyre sonte është një mesazh i fortë. Ajo që është ndërtuar ndër breza mund të vazhdojë të jetojë, nëse brezi i ri e ndihen si të vetën. Në drejtimin artistik të zotit Dofrim Tragaj, le t'i presim ata me një duar trokitje, djemt të shkollës Qanin Nuredini. O djema këngën më mbani, do t'a ndezim zjarre flakë, këngëvën që këngë t'a bani, një lloj si burrat e para. O djema këngën më mbani, do t'a ndezim flakë zjarre, këngëvën që këngë t'a bani, një lloj si
paster o malë mbi malë, kudhës greho ty të thonë, fshati bukur, fshati radhë, kënga labe mjallë të buronë. Se paster o malë mbi malë, kudhës greho ty të thonë, fshati bukur, fshati radhë, si qilim gurët e zalit, shko në vjosa ujë kristal, kur ora në majë të mali, i bekom shatar të meradë. Si qilim gurët e zalit, shko në vjosa ujë kristal, kur ora në majë të mali, i bekom shatar të meradë. Ska dhe zgjenë si Sevasteri, ku vjenë era trëndelinë, gjyra si yllëperi, këtu shpirti gjenë shërimë. Ska dhe zgjenë si Sevasteri, ku vjenë era trëndelinë, gjyra si yllëperi, këtu shpirti gjenë shërimë. Një tjetër lidhje ka qenë gjithmonë pjesë e jetës së një familje, motra dhe vëllai. Dy njerëz që kanë ndarë të njëjtën shtëpi, të njëjtën fëmijëri, të njëjtat kujtime dhe sonte ndajnë edhe të njëjtën skenë. Sepse kënga është edhe familje. Ajo shpesh nis në shtëpi, në një tavolinë, në një gëzim, në një dasëm, në një mbrëmje kur dikush këndon dhe tjetri e ndjek. Sonte këtë lidhje do ta sjellim përmes dy zërave të mrekullueshëm që do të ngjiten së bashku në skenë, motër e vlla me origjinën e tyre nga Sevasteri, Gerta Mahmutaj dhe Kleti Mahmutaj. Mirëmbrëma të gjithëve. O Zot, sa shumë emocione. Do të doja që fillimisht të falenderoja shumë organizatorët e kësaj feste të mrekullueshme, në veçanti Edin. Edi, të falenderoj shumë që më ke bërë pjesë të këtij koncerti. Unë jam mbi Sevasteri edhe në fakt ta dini sa shumë emocione kam tani, jam duke u dridhur. Unë jam, për ata që s'më njohin, jam besa e babait tim Barjamit, besa e Xhaxhi Selamit, e Xhaxhi Basjarit, jam mbi e këtij vendi. Do të këndojmë një këngë tonën, në fakt. Ajo është një dedikim për gjithë vëllezërit edhe motrat tona, kështu që do ta këndojmë këtë baladë dhe pastaj do t'ja marrim një vallë, Kleti. Si ta them një të fshet brenda një ditali, si ta them s'do kuptoje, s'do pranoje, unë si ta them. Unë e disa herë unë e kam parë një se amor të ndarë, në dita ti më fal, kam gabuar, por kam frikë se s'do qesh më kom për mua, s'më dhëret zemra ime. Je më shumë jeta ime, një premtim viteve i themi, kur të ndash do t'jemi, do t'a fshej mund dhe ti, në dita një dashuri, është premtimi ynë i parë, me të dy zot jemi kur të ndash. Dhe sa herë të ndjesh vetën, vizatoje ti një zemër, e vendos të të gjithë gjyrat që kërkon në jetën tënde ti. Dhe sa herë të ndjesh vetën, vizatoje ti
një zemër. Unë e di, disa herë unë e kam parë një zemër të ndarë në ditar. Ti më fal, kam gabuar, por kam frikë se s'do qesh më kom për mua. Së më thëret zemra ime, je më shumë jeta ime. Një premtim viteve i den, kur të ndaj zot jemi, do ta fshem unë dhe ti në dita një dashuri. Është premtimi ynë i parë, ne të dy zot jemi kur të ndaj. Dhe sa herë të ndjesh vetën, disa toje ti një zemër, e vendos në të gjithë gjyrat që kërkon në jetën tënde ti. Dhe sa herë të ndjesh vetën, disa toje ti një zemër. Faleminderit. Një festë e tillë nuk ndërtohet vetëm nga artistët dhe organizatorët. Pas çdo skene ka njerëz që kontribuojnë në mënyra të ndryshme dhe që besojnë se një komunitet meriton të ketë ditët e veta të bukura. Sponsori dhe kontribuesi nuk është thjesht dikush që ndihmon financiarisht një aktivitet, është dikush që zgjedh të bëhet pjesë e tij, që vendos të jap diçka nga vetja për një ngjarje që i përket një komuniteti të tërë. Dhe kjo mbështetje ka vlerë sepse pa të shumë ide do të mbeteshin vetëm dëshira. Prandaj mirënjohja jonë sonte shkon për të gjithë sponsorët dhe kontribuesit e festës së Sevasterit. Faleminderit që besuat te kjo festë dhe që u bët pjesë e saj. Një duar trokitje të fuqishme për gjithë sponsorit. Ata që e kanë sjellë në këtë formë kaq të mrekullueshme këtë skenë, këtë amfiteatër, të mbushur plot emocione dhe element që i përkasin trashëgimisë dhe kulturës së krajinës së Kullës, Greotit dhe Sevasterit. Në veçanti janë ata, organizatorët, në fund, por jo më pak të rëndësishëm. Ata e nisën këtë rrugtim, sepse një fest nuk lind ditën kur hapen dritat e skenës. Ajo nis shumë më herët me një ide, me një dëshirë dhe me njerëz që vendosin ta marrin atë ide përsipër. Organizatorët e kësaj feste kanë bërë pikërisht këtë që shikoni ju dhe po përjetoni sot. Kanë bashkuar njerëz, kanë dhënë kohën e tyre, kanë punuar dhe kanë besuar se Sevasteri meriton një natë të tillë. Për këtë arsye, para emrave të tyre, një falënderim i veçantë për punën, për kushtimin dhe dashurinë me të cilën e sollën këtë festë deri këtu. Ata janë Maliq Rokaj, një duar trokitje. Agron Zenelaj, një duar trokitje. Edmond Pinaj, një duar trokitje, se janë pa para. Hasan Hysejnaj, Rait Shehaj, Bujar Pashaj, Ardan Haqiaj, Roland Koqiaj dhe Salo Kanaj. Një duar trokitje të fuqishme për organizatorën. Tani kam nderin të ftoj një grup lab i cili do të përshëndes këtë aktivitet sot, edhe pse shumica prej tyre janë me origjinë nga Sevasteri. Kam nderi dhe kënaqësinë të ftoj në këtë skenë dhe të ngjitët në këtë skenë grupin Lab Autoktonët me udhëheqës artistik Bujar Sinanin dhe një këngë e cila titullohet Privilegj, kënduar së bashku me udhëheqësin artistik, një vajzë e vogël por me një talent të jashtëzakonshëm në këngën labe, Emily Allushaj. Tregon në historia për ata trimat e sertë, edhe për paralitarit, vanë moj me kokë për tjetër. Tregon në historia për ata trimat e sertë, edhe për paralitarit, vanë moj me kokë për tjetër. O malete kur veneshit, ju dëshmimtarët e para, vetëm ju i njihni mira,
ata mojtrima korëllëtarë. Ona vete kërkeshe, ju dëshmitarët e para, vetëm jo ilimera, ata mojtrima korëllëtarë. Bibir gryke holler gjëna, bobo më shtin që ka kërënëna, kur merje armët e rënda, 31 dhe gjatë për i brënda. Bibir gryke holler gjëna, bobo më shtin që ka kërënëna, kur merje Në rrugtimin e një komuniteti ka njerëz që kanë mbajtur përgjegjësi publike dhe kanë qenë pjesë e zhvillimeve të tij. Përshëndetjen e tij në këtë mbrëmje e ftoi ta përcjell ish kryetari i Bashkisë Selenit, Zoti Përparim Shamet. Përshëndetje dhe gjithë të pranishme të shesh marrështorë. Do them që këtë e bën vetëm Sevasteri, dikush do më bën 10 mirë. Po kjo bën për Sevasteri dhe Sevasteriot din se kur bën bashkë. Një përshëndetje të veçantë unë do ta bëja për të gjithë banorët e fshatra përreth Sevasterit, për miqtë e dashamirës që sot janë këtu dhe festojnë së bashku me ne, po dhe një përshëndetje të përzemër. Unë e kam për të gjithë Sevasteriot që sot nuk mundet të jenë këtu për arsye të ndryshme, po me shpirt dhe me zemër janë së bashku këtu me ne. Sevasteri ka qenë një zë i dëgjuar dhe një emër shumë i respektuar, jo vetëm në Vlorë, po në të gjithë Shqipërinë. Dhe kjo fal kontributit të burrave dhe të vjenëve të Sevasterit në kohë të ndryshme. Dhe kjo, dhe ndaj tyre neve do të jemi shumë minjohës. Minjohës ndaj historisë sonë të largishme, ndaj brezave tanë të parë, që unë jam shumë falënderues. Unë jam shumë falënderues dhe shumë minjohës ndaj bashkëqatarëve të mi, Sevasteriot, me mbështetjen e tyre që më kanë dhënë i privilegjuar sepse kam drejtuar një komunitet me shumë vlera, por dhe me fat, sepse Sevasteri ka pasur, ka dhe do të ketë burra që t'i dalin zot, jo vetëm komunitetin Sevasterit, po edhe Vlorës. Të kam cituar dhe në vendet e tjera dhe në skenat e tjera. Ka dhe një, jam ndjer shumë i privilegjuar dhe shumë me fat që kam qenë në kryet të një komuniteti shumë të mrekullueshëm, shumë fisnik. Zoti i ndihmoft dhe i bekoft Sevasterin dhe Sevasteriot kudo që janë dhe punojnë. Ju falenderoj. Në këtë mbrëmje ku po takohen njerëzit, kujtimet dhe historia e një komuniteti, kemi dhe përshëndetjen e një tjetër figure që ka qenë pjesë e drejtimit të Bashkisë Selenit. Ftoj në skenë ish kryetarin e Bashkisë Selenit, Zotin Pëllumbinaj. Të dashur bashkëqatar, të nderuar miq, motra dhe vëllezër, të dashur të rinj dhe të reja, mirë se keni ardhur në Sevasterin tonë. Sot është një ditë e veçantë, një ditë gëzimi, por dhe një ditë kujtese, një ditë takimi, por dhe rikthim, një ditë ku rrugët që na kanë çuar në Vlorë, në Tiranë, në qytetet të tjera të Shqipërisë, apo shumë larg vendit tonë, na sjellin përsëri këtu, në shtëpi, në Sevaster. Së pari dua të falenderoj me gjithë zemër grupin organizator dhe të gjithë ata që kanë kontribuar që sot jemi së bashku, sepse në kohët që jetojmë, kur secili është zënë me punën, familjen, hallet, distancat dhe ritmet e jetës, të arish të mbledhësh njerëzit pranë njëri tjetrit është një vepër e bukur, dhe akoma më e bukur është kur ajo që na mbledh është vendlindje. Të dashur miq, kur në Sevaster
kullës greot. Në kënd, në këtë vend të bekuar nga Zoti, ngriti mbi kurrë stralli, poshtë fugj e sipër mal. Sot nuk jemi mbledhur vetëm për të festuar, jemi mbledhur për të kujtuar kush jemi. Sepse njeriu mund të largohet nga vendlindja, por vendlindja nuk largohet kurrë nga njeriu. Kurora e malit, bekoft sevasteriot kudo që janë dhe fëmijët e tyre. Zoti bekoft këdo, nderim me të parëve tanë, shëndet dhe jetë moshuarve, suksese dhe mbarësi të rinjve tanë, me një zë të fortë dhe të fuqishëm, suksese dhe urime, faleminderit i gjithëve. Do të tras tani me këtë skenë një 11 vjeçar me origjinë nga Sevasteri, David Dalana, i djali i Ardi Neso Dalani. Ai është 11 vjeç, por a e dini çfarë ka ndodhur? Ai është autori një libri për fëmijë vetëm 11 vjeç dhe meriton që të ketë një duartrokitje shumë të madhe. Davidi sot do të interpretoj një poezi, një kërim të tij që e ka bërë për fshatin, por përpara se unë ta lejoj që ai të interpretoj, do të lexoj diçka rreth biografisë së David. David nuk shkruan thjesht histori, ai ndërton ura midis epokave që shkenca nuk i bëri kurrë bashkë. Nga ky vizion i guximshëm i lindur nga mendja e një fëmije, tërësisht origjinal, debutues në gjinin e shkencës fantastike, si një autor i ri që refuzon rrugët e rraura dhe kornizat e gatshme, David sjell në letërsi një zë të freskët, plot dritë dhe imagjinat që nuk njeh kufi. Ai dëshmon se mosha nuk është pengesë për të krijuar universite të mëdha, ku çdo faqe mban frymën e një aventure të vërtetë. Kur ulet në tokë pas fluturimeve të tij imagjinare, David ndjek shkollën dhe frymëzohet nga bota që e rrethon, sepse për një mendje si e tij, udhëtimi i radhës drejt të panjohurës ka filluar tashmë. Një duartrokitje të madhe për David. Kur unë vi në këtë vend, fluturoj si një pënd. Njerëzit bashkojnë breza, Sevasteri bashkon zemra. Nga më i riu tek më i vjetri, nuk ngahemi nga njëri tjetri. Këtë perë mund ta çlirojmë, nga vetmia te gjallëria, që ai të deliroj, sepse vetëm nuk mund ta lija. Pas tokën e tharë dhe pemët e thyera, me vete unë pyeta, këto pemë të shkretuara dhe kjo pamje e trisht, pse duhet të presim deri për vit të brisht, ta rregullojmë, të shkojmë përmbar, dhe dëshira më është plotësuar. Sevasterit i duhen bitë e tij dhe ne na duhet ai. Faleminderit. Traditë festave të tilla si takim brezash, kënga labe zëvend gjithmonë. Grupi Labi Sevasterit. Nëse soka ku të shkoje, leset mbi lesete, me syne si më shajtove, në zëmër më mbete. Nëse soka ku të shkoje, leset mbi lesete, me syne si më shajtove, në zëmër më mbete. Djalodja që su dorëzove, siro dhe muqepe, ama në mëndje nëse që ma prishe, me këto marifete. Yllën mbi kontinente, ose tanë në shpuzë më poqe, ama nëse më trete.
me reze, ama në zemra nëse që ma more, për ty flasë me vete. Jam shumë e lumtur që në këtë skenë sot po prezantoj më shumë djemë dhe vajza të rinj, edhe të moshës shumë të re, 11 vjeçare apo 10 vjeçare, sepse vërtet po kuptojmë që trashëgimia jonë kulturore po trashëgohet brez pas brezi dhe për këtë më vjen mirë dhe një duar trokitje të fortë për të gjithë prindrit e këtyre fëmijëve që kanë besuar te fëmijët e tyre dhe po ja trashëgojnë këtë fenomen kaq të mrekullueshëm që na bën të dallueshëm nga shtetet e tjera. Leonardo Petrev Gockaj, 10 vjeç, jeton në Itali, por ai ka një pasion që vetë dashuron faktikisht në klarinet. Ai do të na interpretoj sot një numër në klarinet, trajnohet në Itali, por edhe pse ka ardhur me pushime, prindrit kanë gjetur mundësinë që ta trajnojnë me notat muzikore të tabanit larg. Ajo është një vajzë artiste e Sevasteri, një zë i ri që po rritet dhe po afirmohet në rrugën e saj. Sonte ajo do të vi përpara jush duke i dhënë dorën Leonardos si përques zëri ose të këtij fenomeni kaq të mrekullueshëm të trashëgimisë tonë kulturore, për ta shoqëruar Leonardon dhe për t'i hequr pak emocionet në këtë skenë kaq të magjishme të fshatit dhe të vendindjes së saj. Dea dhe Leonardo. Ok, mi mbrëma të gjithë dhe si jeni, e duaj një dorë trokitit për të gjithë ju që keni ardhur sot, dhe realisht ndihemi shumë të nderuar jo vetëm unë, por është realisht kënaqësi dhe një emocion shumë i madh që ndodhem unë sot këtu, sepse unë kam dalë nga tryezat ku këndohet kënga labe, kam dalë në tavolina në të cilat këndohet kënga polifonike, kënga labe me gjithë shpirt, me gjithë zemër, dhe ajo dashuria juaj ka bërë të mundur ngritjen time dhe suksesin tim, dhe shumë faleminderit gjithëve për të gjithë ata që kanë kontribuar për këtë mbrëmje të mrekullueshme sot. Më falni për emocionet, unë nuk shuhem për fjalë, unë shuhem vetëm për këngë. Kështu që e dua një dorë trokitje shumë të fortë për të gjithë ju. Faleminderit për zemërsisht për të prezantuar dhe njerë ashtu siç vendi na do dhe ashtu siç na e ka hije. Unë jam jo Dea Hysenaj, po Hamide Hysenaj, mbese Zeqi Rokos, vajza e Hasan Hysenajt, dhe jam bie e këtij vendi këtu, dhe ndihem shumë e privilegjuar që sot u bë e mundur mbrëmja më e bukur, mendoj unë, dhe ndoshta sipas pritshmërive të mira, po një nga mbrëmjet më të bukura dhe të veçanta, sepse ka larmishmëri për grupe polifonike, për grupe të rinj që duajnë dorë trokitje shumë të fortë për brezin e ri që mundohet trashëgoj, dhe është një emocion shumë i madh, do them sinqerisht, dhe nuk po flas më, por po i lë këta artistat vegjël që ta pushtojnë skenën dhe me një dorë trokitje akoma më të madhe dhe ju andi nga fundi që ta dëgjojnë edhe këta që të marrin zemër dhe të performojnë për ju. Faleminderit. Hajde të gjithë me të bërë trokitje këtu.
shumë të fort për Leonardon. Inshallah të ngjitesh rrugët e suksesit. Çobane şelegeve, çobane trime moj, yllo moj ylirala. Çobane şelegeve, çobane trime moj, yllo moj ylirala. Çobane şelegeve, çobane trime moj, yllo moj ylirala. Hey yllo moj ylirala. Çobane trime moj, yllo moj ylira. Shkone bën si kur s'mashe. Çobane trime moj, yllo moj ylira. E yllo moj ylira. Çobane trime moj, yllo moj ylira. Një fjalë të ëmbël s'mate. Çobane trime moj, yllo moj ylira. E yllo moj ylira. Dalem çobane trime moj, yllo moj ylliral. Dambaj fjallën andalem çobane trime moj, yllo moj ylliral. E yllo moj ylliral. Një artist që e ka marrë emrin e vendit të tij me vete në shumë skena, por që sonte e ka kthyer këngën aty ku ajo ka një kuptim tjetër, në vendlindje. Ftoj me një duar trokitje të madhe Agron Zenelaj. Atëherë më muzikë, nëse këta e shprehen të gjithë në fest, unë do ta përmbledh të dy fjalë, u bekof të Zotit dhe të gjithë në valle.
her me hytë mund për shëndet. Le ta ftojmë një duar trokitje të madhe në këtë skenë për të interpretuar. Dinejda Rokaj! Kledona Musaj, të cilën sot e pa shumë herë në skenë të grupi Labi Sevasterit, një vajzë çapkone, një gocë e re, që meriton një duar trokitje që ta mirëprisni për atë çfarë do të sjellë sot në këtë performancë të saj. Enuncia
si hëna, o ditë e blok dhe pa fat, në vjetore fat, o ditë e blok dhe pa fat, në vjetore fat, moj hëna që të na vlore, arma që më bëre një dorë, ditë mos u bën një dorë, orë majo në vjetore, moj hëna që të na vlore, arma që më bëre një dorë, ditë mos u bën një dorë, orë majo në vjetore.
do të jap dhe një valendore me ofrina prelore e fustanella falë ore si asta durate Kjo natë nisi me valle dhe me fishek zjarre. Po ashtu do të mbyllet edhe tani. Sevasteri ka një histori që nuk jeton vetëm pas nesh. Ajo është këtu në këngën që u këndua sonte, në vallen e vajzave, në zërin e djemve të artistët që u kthyen në vendlindje dhe të njerëzit që zgjodhën të ishin bashkë. Dhe ndoshta kjo është ajo që një festë e tillë duhet të bëj, të na kujtoj se rrënjët nuk janë diçka që i mbajmë vetëm pas vetes. Ato janë ajo që na mbajnë në këmbë. Sonte, Sevasteri nuk ishte thjesht vendi ku u zhvillua një festë. Ishte vetë festa. Ishte kënga, kujtesa, njerëzit, familjet, brezat dhe ajo lidhje e padukshme që i kthen njerëzit gjithmonë aty ku kanë lënë një pjesë të zemrës. Faleminderit Sevasteri! Faleminderit njerëzve të ti, dhe faleminderit të gjithve ju që sot e bët këtë vend të ndjet, edhe më shumë si në shtëpi. Faleminderit të gjithë këtyre artistëve të vegjël që performuan sot dhe dhan nga vetja atyre talentin dhe pasionin që kanë për të ardhmen. Faleminderit prindërve të tyre që kanë trashëguar tek ata dashurinë për vendlindjen. Faleminderit të gjithë atyre të moshuarve që gjetën kohë dhe mundësi të ishin sot këtu. Faleminderit për fjalën tuaj edhe ish kryetarëve të bashkisë të këtij vendi, të kësaj treve të bashkisë Elenis. Faleminderit juve banor që jeni sot këtu. Uroj të kaloni momente sa më të bukura pas kësaj skene. Faleminderit me zemër që më bët pjesë. Jam mirënjohëse për gjithë jetën. Shihemi në takime të tjera.